Udhëtimi me tren është më i shpejtë se fluturimi për lëvizje të shkurtra brenda Francës sipas një analize të re. Në vitin 2023, Franca vendosi një ndalim për fluturime të brendshme me distanca të shkurtra, kur ekziston një alternativë hekurudhore për më pak se 2 orë gjysmë. Ky vendim synonte të frenonte emetimet e karbonit, por zëvendësimi një aeroplani me një tren mund të jetë gjithashtu një opsion më i lirë dhe shpesh më i shpejt. Hulumtimi nga Trainline krahasoi 5 udhëtime kombëtare për të cilat opsioni ajror për të zhdukur së shpejti dhe zbuloi se disa prej tyre realizohen 2 herë më shpejt duke zgjedhur transportin hekurudhor. Të marrësh trenin në vend të avionit për udhëtime prej 2.5 orësh ose më pak në Francë mund të nënkuptojë një ulje të ndjeshme të kohës së udhëtimit. Kompania e rezervimeve hekurudhore përdori të dhënat e veta për të llogaritur kohëzjatin dhe koston e udhëtimit me tren, si dhe të dhëna nga faqja e rezervimeve të linjave ajrore Skyscanner. Dallimi në kohëzjatin e udhëtimit vjen kryesisht pasi zgjedhja e transportit hekurudhor nënkupton shmangen e kontrolleve të gjata të sigurisë dhe kohës së pritjes përpara fluturimit. Ndërsa kohëzjatja e fluturimit shpesh duket e favorshme, ajo nuk pasqyron kohëzjatin reale të një udhëtimi ajror, duke përfshirë udhëtimin për në aeroport, pritjen para hipjes në bord dhe kontrollet e sigurisë, ponicat e mundshme që lidhen me kontrollet dhe regjistrimin, shpjegoi Trainline. Hulumtimi zbuloi se disa udhëtime ndërqytetas në Francë mund të jenë pothuajse 2 herë më të shpejta me tren sesa me aeroplan. Distanca nga Rennes në Paris zgjat 3 orë 21 minuta me avion, por vetëm 1 orë 44 minuta me tren. Udhëtimi me tren gjithashtu mund të shkurtojë kohën e udhëtimit sepse pasagerët kanë më shumë gjasa të nisen dhe të mbërrinë në qendër të qytetit, ndërsa shumë aeroporte kërkojnë një transferim shtesë. Shifrat e Trainline gjithashtu treguan se kosto e transportit hekurudhor mund të jetë shumë e ulët se udhëtimet me aeroplan. Fluturimi është mesatarërisht 1.8 herë më i shtrenjtë se treni. Studimi i Trainline zbuloi gjithashtu se emetimet e karbonit në transportin hekurudhor mund të jenë 124 deri në 151 herë më të ulta se ato të avionëve.